Mirë dita, po shiqem mishi është i damkosur edhe e vërtetojmë është i kësaj datës faktikisht. Është një vërejtje e vogël, që do të ma shumë deklaracione më qit. Mirë dita, o lodhët, si kaluat? Mirë edhe na ju, ç'po shkon puna? Si? Ne jemi puna njëhojsh, jemi pra Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinarisë. Sot, sipas planeve, kemi një inspektim me bate ju. Mishi është i vullosur, i damkosur, i therrën në thertore të licencuar të ju, dhe veç e kini edhe atë thertorën. Kushteturit si kini mirë. Është një vërejtje e vogël, që do të ma shumë deklaracione më qit këty. Ne e keni ju, po do të më jemi përmush ma shumë. Mishi ruhet temperaturat qyshe kini po ju, deri 4 gradë. Kështu që sot do ta bëjmë vetë një proces pa vërejtje, sepse po shihet edhe të ju vina shpesh kontroll. Kështu pas inspektimit, e vërejtëm që mishi është i damkosur, i kontrolluar për inspektorit të agjencionit të ushqimit. Neve na vjen certifikatat e therrës, certifikatat e therrës po shihet që i kije. Këto janë me date me kret, domethënë që mishi është i përdorshëm për konsum human, domethënë mundi me përdor. Në certifikatat e therrës e dini ka të gjitha donat, nuk guxon me montazh në kësaj. Prandaj që mishi po përputhet me certifikatën e therrës. A u lodhët? Si po kaloni? Si po shkon puna? Na jemi për Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinarisë. Sot, sipas planit, kemi me bërë një kontroll të ju, një kontroll rutinë. Na vjen disa informacione mi marrë për jush, disa i marrim vetë këtu gjatë vëzhgimit. Na do ta bëjmë një kontroll të përgjithshme. Fillimisht do t'i kontrollojmë deklaracionet, do ta kontrollojmë kushtet e rujtjes, temperaturat, higjienën aty. Dhe pastaj vazhdojmë edhe me higjienën e përgjithshme të objektit dhe këtyre pijeve. Kështu po i shohim që shumica e produkteve kanë deklaracione. Po tregon temperaturën kjo. Që era 2.6. Pas inspektimit dhe kontrollit që e bëhen së bashku me kolegën, gjithçka po na duket që është në rregull. Mirë dita, e jeni mirë. Sa e ki qëtu temperaturën? 0 gradë është. Super. Ato të aprovimit se ki, nga të vetit. Po. E keni një numër ju atje, që një subjekt i aprovum. Si aprovum, si mishdove, do të keni... Në rregull, në sa përdo. Po për qëta që? Rregull. Cilës datë, ma? 20-it... Tash po e verifikojmë certifikatën e therrjes, po shiqem mishi është i damkosur edhe e vërtetojmë është i kësaj datës faktikisht. Ky mishi që është aty është therrë dje, po data domethënë 20 sot. Certifikata është gjithçka në rregull. Ktu nuk po vrem diçka, kushtet higjienike janë të kënaqshme.
datat e prodhimit dhe skadencës i kanë rregull, deklaracioni kanë rregull, temperaturat e kushtet e rujtjes. Domethënë këtu është një ushqim i kontrolluar dhe i sigurt. Tash do ta bëjmë një proces verbal, do ja lëmë si dëshmi që kemi qenë, sepse kontrollat bën të paparalajmëruar edhe bën me periudha të caktuara. Varet nganjëherë që mundem brenda muajit marr 2 herë, ndodhet që brenda 2 muaj, varet edhe nga sinjalet ose ato që kemi. Kushtet festa vina më shpesh, për shkak se ka flusk më të madh të aty. Kështu që këto, siç po shihni edhe ju, kjo mishtore është e rregullt, është e kontrolluar, gjithçka është, nuk po vrem diçka që duhet ne me marr ndonjë mas, sepse edhe ato kemi që i lejon ligji. Ka dezinfektimi, ka librizat sanitare të cilët i vretëm aty. Certifikatat e thjerësi, ka kushtet e rujtjes janë përgjithësi të kënaqshme, të mira, me temperatura 0, këto ruan deri 4 gradë. Afatin ja ka dhënë të rregullt 2-3 ditë si mishi i freskët. Ato të përpunuara termikisht i kanë afatet e rregullt, kështu që këtu besoj nuk kemi diçka të veçantë, ndonjë vretje që ki, mundim bashkarisht nëse. Atëherë na vazhdojmë me proces verbalin. Pas inspektimit dhe vëzhgimit që e bëm, plotësojmë edhe proces verbal. Proces verbali është i ndarë në disa pjesë. Pjesa e parë është zakonisht dhënat e biznesit, zonat e pronarit, të cilat i marrim nga lista e ARBK-s, thona ne, domethënë certifikata e regjistrimit. Këtu janë dhënat e pronarit. Po është edhe një pjesë tjetër ku shkruan personat prezent. Duhet me ditë kush ka qenë prezent për arsye të caktuar nëse shkon deri diku. Këtu prezent është ky djali, ja kërkojmë letë njoftimin, shkruaj emri pronarit edhe i personit që qëllon këtu. Zakonisht është pjesa e dytë, pjesa e përshkrimit gjendjes, e shkruajmë gjendjes se si është. Ka mish të freskos, ka e ruës, edhe pjesa e tjetër, është një pjesë ku jepen urdhat, është për shembull urdhërohet. Urdhrat ka disa lloje, ka urdhra që i for vrejtë me gojë, mundesh më ia dhon vetë nëse ka pak shkelje, por ndryshe ato që jepen me shkrim, me një kohë dhe afatizohen, varet prej si e vlerësojmë ne që duhet brenda 2 dite, brenda 3 dite, ka dhe urdhra që duhet me njëherë të zbatohen. Edhe afati po shihet urdhrat, afati, edhe lidhur është edhe një pjesë që pronari ose personi prezent thot lidhur me inspektimin pala të deklaron. Domethënë edhe këta kanë drejt mi shfash pak kënaqësi, sepse këto proces verbale sot gjatë ditës që punojmë ne, i futim në sistemin e agjencionit aty ku bëhet raportimi dhe këto i shqyqojnë edhe strukturat tjera tona që nëse ka ndonjë vretje për ne inspektorat nuk kemi sjell mirë, mendoj se ju bë pa drejta diçka. Për atë arsye, domethënë është i përfshirë të gjitha. Pas kësaj, këtu i ka disa kopje. Kopja e parë mbetën te ne, e dyta është për palën, treta të rinë në arkiv te na, kështu që është gjithçka e mbuluar me dokumentacion dhe zakonisht mishtorët kanë targetin më shpesh inspektojmë. Aq shpesh sa mundemi ne. Nuk kanë afat më thonë që ketë sot, na mundim edhe nesër me ardhë. Absolutisht nuk e kemi të kufizuar. Mundim marrë para dite, mas dite, nuk kemi orar. Te fabrikat, te produkte fabrikat ato janë një farë janë me, si me thonë, me nivele A, B, C, ato i kanë një farë kategorie. I thonë ne, ato i kontrollojnë periodikisht. Apo ndryshe mishtorët, ato që janë drejt në konsumator, ne i kontrollojmë aq sa mundemi edhe tim, po besoj që në Prizren përgjithësi mishtorët ato që mirën me përpunim kemi nivel të kënaqshëm, sepse e mira kur s'ka fund, po niveli i kënaqshëm është. Sepse po shihet që nuk ka raportime të helmime, diçka që më alarmue gjendja.